Përshëndetje, jam këtu të zyra e Patronato Inash Qizl Albania, dhe zyrave të Patronato Inash Qizl në Itali, me zonjën Behije Bali, e cila është e ditënjes 54, pra 72 vjeqa përsisht, dhe ka në zy për të marrë përgjigjen pozitive të pensionit italian. Ka aplikuar fix para një viti, fix një vit, në vitin në korrik të 2025, dhe i rri përgjigja pozitive nga INPS, që ju është aprovuar pensioni italian. Behije, sa vite ke punuar në Itali? Unë kam punu shumë, ka qenë punë e zezë, vite që kam punu në regullë ka qenë 197 settimane ja pune, e 7 ja pune, që të përkëthyra në vit është 5.7. 5 vite 7 muaj. Në çfarë qytetit e Italisë? Brescia. Brescia? Dhe pasaj u ktheve? U ktheva në Shqipëri 2015. Rezidencën vazhdon ta kesh në Itali, këtë nuk e mbaj? Jo, këtë unë rezidencën e kam në Shqipëri. Në Shqipëri. Ka persona që ruajnë rezidencën në Itali, po ka dhe persona që janë kthyer herët, në 2015 në rasti jote, pra rreth 11 vite më para dhe automatikisht u hiqet rezidenca. Po ama ka dhe njerëz që ruajnë dhe ne i nxjerrim pension dhe ata që ruajnë rezidencën në Itali, sepse mund të shkojë gjysmën e kohës andej, gjysma këtej, disa muaj andej, disa muaj këtej dhe kanë të drejtën e vet, të jetojnë ku të duan në Itali apo Shqipëri dhe mjafton të ke një vit punë me siguracione dhe ata dalin pension. Ti ke 5.7, dëshiron ta thuash shumën e lekëve apo e ke sekret? Po. Punën e palodhur të INPS-is, pension të sfidës, që tregohet e palodhur për emigrantët. Po. Jam shumë falenderuese për pensionin që ka dalë në Itali, se unë kam punu 25 vjetë në Shqipëri dhe marrë ma pak se atë që marrë në Itali për pension. Vërtet, a? Po. E ke pension më tullet se ka? Më tullet se. Dëshiron mos ta thuash shqipëre italiane? Shqipëre italiane do ta them se nuk do ta thuash. 132 euro. Virgola presjet sa cent. Po, faleminderit shumë. Nuk është pension i lartë për hitë vetës, për 5.6 vita. Se kam parë për shumë 2.6 i ka dalë 102 euro. Pozicioni i punës apo së dëshiron ta thuash? Unë badante. Badante. Pse desha të dalë? Zakonisht raporti i pensionit dhe nga lloji punës që ke bërë dhe sa siguracione janë nderë për ty. Po dhe nga raporti viteve, përgjithësi çan badante, çan bujësi, ju dalin pensionet e ulta për hir të vërtetës, edhe nëse kanë sasi vitesh të shumta. Po çaj janë kamionista, ndërtim, punate, tjerë ju dalin pensione më të larta, që janë më të mirë paguara, dhe siguracionet janë më të larta, dhe sasia e viteve pastaj ka rolin e vet, edhe sasia e viteve. Pa datë kam parë që ju dalin shumë pensionet të ulta. Gjithsesi, 2 pensione të vogla hallisesh. Faleminderit shumë. Asgjë, ta gëzosh dhe brava për punën e juaj të paloshme për të. Faleminderit ty Teja. Ti ku jeton? Në Elbasan? Në Elbasan, në Lëshin. Pata 2 Elbasan lisot, edhe Behije dhe një zotri që erdhi për të bërë formulajnë e është treguar gjithmonë në paloshme. Faleminderit Teja, faleminderit.